Përshëndetje, mirë se vini në konferencën e të hënës me gazetarët, pas festës së Bajramit. Fjala për kryetarin e Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha. Ekonomia është programi i Shqipërisë madhështore. Konsulta intensive janë zhvilluar me biznesin, grupet e interesit, ndaj dhe ato e në pasqyruar në programin tonë. Kështu që sot po ju paraqes ju dhe njerë të plot programin e Made in Albania, programi që synon të nëzis prodhimin në Shqipëri të ndez motorët e një prodhimit që po shuhen, po bien nga viti në vit, në mënyrë të pandalshme. Përveç garancive ligjore të një kodi fiskal që do miratohet 3 muajt e parë dhe nuk do mund të ndryshohet përveç se në rast se lehtësohet dhe jo rëndim për biznesin gjatë 4 viteve, pra kodi fiskal që do miratohet 3 muajt e parë nuk do mund të ndryshohet gjatë 4 viteve për rëndime, por vetëm lehtësime në rast se propozohen. Do t'ullet numri shkallëve të ndryshme tatimore, vendoset taksa e shesh 10% mbi kapitalin, mbi të ardhurat nga puna me përjashtim të 50.000 lekëve të para, nuk do të atohen, rroga minimale s'do ketë. Taksa e shesh 10% mbi të ardhurat jo nga paga, 0 taksim për profesionet e lira dhe bizneset e vogël, tavani vjetor për tatim fitimin 0 për bizneset e vogël, 18 milion lek apo 500 euro xhiro në ditë, kufiri përjashtimit nga TVSH-ja 18 milion lek xhiro vjetore apo 500 euro në ditë, TVSH-ja do ullet, iken tabuja 20%, ullet në 15%. Taksa e ndikimit në infrastrukturë do t'ullet nga 8% e çmimit të shitjes në 2% të preventivit. Shkak themelor i çmimeve stratosferike në ndërtim janë taksat absurde që vendosen mbi sipërfaqen e ndërtimit, mbi metrin katror, të cilat në fakt, si pas rastit, minimumi 10 fishun taksën e përparme dhe në rastet tjera edhe 20-30 fishun atë. Dhe të gjithë këtë, e gjitha kjo, ju faturohet qytetarëve që duke ja ushtruar në pamundësi blerje ose duke shtruar apartamentet në mollat ndaluara. Jo vetëm kaq, po kjo ka një ndikim shumë të fortë mbi qerat. Dhe në vendin me rrogat më të ulta në Europë, qerat janë në nivelet më të larta. Ne e ndryshojmë rrënjësisht këtë situatë. Taksa 3% e strehimit social mbi çmimin e shitjes, sa ajo është 8%, tani është taks tjetër kjo, 3% mbi çmimin e shitjes, shfuqizohet. Nuk ekziston, nuk do ekzistojë. Tarifa 1% e lejes së zhvillimit mbi vlerën e investimit shfuqizohet. Hiqet.
tarifa e rivlerësimit të pronës do ullet nga 5 në 1%. Në konsultat tona, aksisa për birrën do t'jetë me 2 fasho. 600 lek hektolitri për prodhuesit mbi 200.000 hektolitra në vit. Dhe duke respektuar standardin evropian e Bashkimit Evropian, 300 lek hektolitri për prodhuesit nën 200.000 hektolitra në vit. Çmimi i pullave fiskale. Çmimi i pullave fiskale nga 17.22 euro për 1.000 pulla do t'ulet në 3 euro për 1.000 pulla. Do ullet 3 euro për 1.000 pulla. Çmimi i pullave fiskale për verën do t'ullet nga 25 euro për 1.000 pulla në 3 euro për 1.000 pulla. Për verën do të unifikohet tarifa, aksisa, e lidhur me gradacion në alkoolit. Aksisa do të lidhet me prodhues të mëdhej dhe të vegjël. Ajo që kanë vendosur këta mbi 12.5% dhe 12.5 është një absurditet me brirë. Ne do nxisim prodhimin vendas. Natyrisht, respektojmë rregullat e Bashkimit Evropian. Edhe njerë, në qoftë se ne nga aktet e para hedhim në lanë Ballkanin e hapur, ne u qëndrojmë besnik, luajal, të gjitha detyrimeve që rrjedhin nga procesi i Berlinit dhe procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Mbasi ato janë të studiuara, për shembull, Bashkimi Evropian pranon diferenca në aksisa midis prodhuesve të mëdhenj dhe të vegjël, dhe kjo është e bazuar në koston që ka prodhuesi i madh krahasuar me prodhuesit e vogël, por pranon brenda një diapazoni të caktuar. Pra, nuk mund të jenë më shumë se sa 50% diferenca. Dhe ne i përmbahemi këtij rregulli në të gjitha rastet, por siç e shihni, ne arrim të nxisim prodhimin në këtë mënyrë. Shpërblimet e dhëna me dëshirë dhe pa shtrëngesë nga klientët në njësitë që ofrojnë ushqime pije janë të ardhura të përjashtuara nga tatimi, do përjashtohet nga tatimi, si për kompaninë ofruese të shërbimit, ashtu dhe për të punësuarit si kamarierë që përfitojnë prej tyre. Pra, ajo që në botë quhet tip e quajnë, në Shqipëri e quajnë bakshish, ai nuk tatohet. Nuk tatohet. E kam theksuar edhe herën tjetër, energjia elektrike për biznesin nga 18-24 lek kilovator që është sot do të shitet me 6 lek. Zbret pra 3-4 herë. Taksa e shitjes së pronës ulet nga 15% në 2%.